Albin Kurti fitoi zgjedhjet sepse fitoi diçka shumë më të madhe se një mandat. Ai fitoi ndjenjën se shteti mund të funksionojë. Në një shoqëri të lodhur nga zhgëndimi, nga premtimet e pambajtura dhe nga politikat e frikës, fitoria e tij u shndrua në një referendum moral. A duam kompromis me padrejtësinë apo përballje me të? Kurti fitoi sepse nuk u përpoq t'i pëlqente të gjithëve. Ai nuk e ndërtoi fushatën mbi retorik boshe, as mbi spektakël. Ai zgjodhi një rrugë të rrezikshme politikisht, të thoshte të vërtetën, edhe kur ajo kushton. Dhe pikërisht kjo sinqeriteti drejt për drejt u bë forca e tij. Populli pa një politikan që nuk fshihej pas fjalëve të bukura, por dilte përballë problemeve reale të shtetit. Një nga arsyet kyçe të fitores ishte lufta kundër korrupsionit dhe kapjes së shtetit. Për herë të parë pas shumë vitesh, qytetarët ndjenë se ligji nuk ishte dekor, por mjet, se institucionet nuk ishin pronë private e partive, por shërbim publik. Ky ndryshimi i perceptimit nga asgjë nuk ndryshon te diçka po lviz ishte vendimtar. Por pika që e bëri këtë fitore emocionale dhe historike ishte qëndrimi i tij në veriu të Mitrovicës. Për dekada, veriu ishte simboli dobësisë shtetërore, një territor ku bandat kriminale të lidhura me strukturat serbe ushtronin kontroll përmes kontrabandës, frikës dhe dhunës. Aty ku dikur sundonte ligji i më të fortit, Kurti vendosi parimin e shtetit, as një zonë mbi ligjin, as një band mbi republikën. Ky nuk ishte një veprim i lehtë, ai erdhi me kosto politike, me presione ndërkombëtare, me kërcënime të hapura dhe të fshehta. Por pikërisht këtu populli pa dallimin. Për herë të parë, një kryeministër nuk e përdori veriun si monedhë negocimi, por si provë të sovranitetit. Policia dhe institucionet u shfaqën atje ku për vite me radhë mungonin. Mesazhi ishte i qartë, Kosova nuk është shtet selektiv. Populli e deshi Kurtin sepse nuk u tërhoq kur u përball me bandat. Policia dhe institucionet u shfaqën atje ku për vite me radhë mungonin. Mesazhi ishte i qartë, Kosova nuk është shtet selektiv. Populli e deshi Kurtin, sepse nuk u tërhoq kur u përball me bandat, sepse nuk e uli kokën para kërcënimeve, sepse nuk e shiti rendin dhe ligjin për qetësi të rreme. Në një shoqëri që ka paguar shtrenjtë kompromiset e gabuara, kjo vendosmëri u përjetua si dinjitet kombëtar. Ai fitoi edhe sepse nuk erdhi nga elita e vjetër politike, nuk ishte produkt i pazareve të pas luftës, as i marrëveshjeve të errta. Ai erdhi nga aktivizmi, nga rezistenca civile, nga rruga e gjatë e kundërshtimit. Ky background e bëri të besueshëm për qytetarët që kishin humbur besimin te politika si institucion. Një tjetër element i rëndësishëm ishte thjeshtësia personale. Në një rajon ku pushteti shpesh shoqërohet me luks, distancë dhe arrogancë, Kurti u shfaq ndryshe, pa ekstravagancë, pa gjuhë boshe, pa teatr. Kjo krijoi ndjesinë se ai nuk sundon mbi qytetarët, por qeveris me ta. Fitoria e tij ishte edhe refuzimi i frikës. Frikës se nuk guxojmë, frikës se do na ndëshkojnë, frikës se më mirë status quo-ja. Qytetarët votuan për guximin, për idenë se një shtet i vogël mund të ketë shtyllë kurrizore, se sovraniteti nuk kërkohet me lutje, por ndërtohet me vendime. Në fund, kjo nuk ishte thjesht një fitore elektorale, ishte vot për rendin, për ligjin, për dinjitetin dhe për shtetin funksional. Ishte mesazh se Kosova nuk do të udhëhiqet më nga kompromiset e frikës, por nga parimet e drejtësisë. Populli e deshi Albin Kurtin, sepse patek ai diçka të rrallë në politik. Një udhëheqës që nuk negocion me bandat, nuk përkulet para presionit dhe nuk e tradhton besimin. Dhe pikërisht për këtë arsye, ai fitoi.